Ne do të flasim për procesin elektoral të 25 prillit, përgatitjet parazgjedhore sigurisht, por edhe do të hedhim shumë dritë mbi pikpyetje që lidhen si për përbërjen e listave, por edhe për koalicione të mundshme nëse do të ketë me zotin Andi Përmeti, i cili është deputet i Bindjes Demokratike. Zoti Përmeti, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Si po organizohet forca juaj politike në kuadër edhe të fushatës elektorale dhe si po i zhvilloni këto takime? Atëre, normalisht që takimet po zhvillohen me grupe të vogla njerëzish. Ne kemi prioritet zbatimin, po themi, të sigurisë të Ju dëgjoj, po, zoti Përmeti ju dëgjoj. Po, ndjes, se më duk sigur shkëputa. Ne kemi prioritet, po thoja, kujdesin ndaj shëndetit të personave dhe për këtë arsye ne kemi zgjedhur që në çdo qytet të Shqipërisë takimet tona t'i bëjmë me grupe, sidomos tani që ka qenë periudhë, po themi pak e ftohtë, t'i bëjmë në vende të mbyllura, por sigurisht duke zbatuar gjitha masat dhe me grupe 9-10 veta, për të pasur prioritet shëndetin. Dhe për këtë arsye ne kemi ecur dhe po vazhdojmë të bëjmë takime të shumta, të shpejta, orë mbasore, nga të gjithë kandidatët tanë për të shpejtë. Ndërkohë, i gjykoni të drejta edhe masat administrative që janë ndërmarrë nga ndaj forcave të ndryshme politike që organizojnë takime me shumë njerëz dhe aq më tepër në ambiente dhe në lokale ku nuk lejohet normalisht? Pa i hyrë forcave specifike që kanë marrë masa, pavarësisht në ndjenin time, po themi praktikisht në mënyrë të barabartë, të treja forcat e tjetra kanë marrë masa ndaj personazheve të tre forcave të vjetra politike. Unë do thoja që për mua, dhe sidomos po flet me një person i cili ka vojtur për fat keq shumë në historinë e Covidit, absolutisht masat janë të drejta. Madje unë para pak kohësh kam bërë një status kur pash një takim, nuk po e citoj tani për etik, të një personazhi që e citova me emër mbi emër në Facebook, që kishte mbledhur në një sallë mbi 100 veta, të cilët pjesa më e madhe ishin pa maska, duke u shtyr me njëri tjetri, një sallë të mbyllur, dua të them, pa dritare të hapura, pak nëse dukeshin nga foto. Dhe shqetësimi im i madh është edhe takimet që bëhen, sigurisht, që rrezikojnë jetë njerëzish dhe janë, po themi, për mua janë vepër kriminale. Nuk janë vetëm nevojshmëri për masë administrative. Por, shqetësimi tim tjetër është nevojshmëria e këtyre personazheve që këto takime ti fotografojnë dhe ti hedhin në Facebook. Nuk e kuptoj çfarë përfitimi kanë. Sepse çdo kush, nëse do të takojë 100 veta, do bëj 10 takime nga 30 minuta. Nuk kanë më falni. Po. Më dëgjoni? Po besoj që nuk më shikoni më, sepse kam përshtypje që dhe kjo është merit e qeverisë Rama që sapo i këndritat. Duke qenë se unë jam në lidhje Skype. Po, unë ju dëgjoj ndërkohë. Ju kam në këtë komunikim. Gjithsesi jemi drejt për së drejti, kuptohet gjithçka. Keni mungesë të energjisë në këtë momente? Sapo i këndritat, unë po vazhdoj duke shpresuar që mbase është vetëm një fibër dhe ndrohen shpejt. Nëse nuk ju prish punë juve, sigurisht. Nëse mund të flas pa figurë. Neve mund të komunikojmë ndërkohë duke shpresuar që të vijë drita shumë shpejt aty ku ndodhesh ti, zoti Përmeti. Të ndalemi pak tek programi juaj elektoral, propozimet dhe prioritetet që ju keni, e ndërkohë si konsideroni ato me cilat jeni njohur ndoshta edhe nga PD-ja apo LSI-ja. Atëherë, nëse doja vetëm ta mbyllja dy fjali sepse kam të rëndësishme, dhe unë doja ta nisja me një premtim elektoral timin personal që po e bëj për herë të parë tek juve. Unë i premtoj të gjithë qytetarëve të qarkut Korçë. Unë nuk do bëj asnjë mbledhje në asnjë vend të mbyllur duke shkelur rregullat anti-Covid. Sepse për mua, siç e kam cituar edhe më përpara në shkrimet e mia në Facebook, është më e rëndësishme se çdo votë, se karrika ime, se pushteti dhe se gjithçka tjetër, shëndeti i qytetarëve të këtij vendi. Kështu që besoj që çdo forcë politike duhet i lejë shohut nëpër Facebook me foto, me kamera për të treguar se sa veta i mblidhen në një sallë të mbyllur, sepse nuk është e nevojshme. Me sa duket erdhën dritat. Erdhën, e isha e bindur që do vinin shumë shpejt, zoti Përmeti, po. Më bëhet qefi që isha bindur, unë s'isha kaq shumë, po me sa duket e kisha humbur të radhë gabim. Dhe premtimi im është që unë personalisht në asnjë takim nuk do shkel rregullat anti-Covid dhe do ri 10 orë, 20 orë sa të jetë nevojshme në ditë, sa të kem mundësi, sa të më lejë fiziku për t'i bërë të gjitha takimet me njerëz, me numër të vogël njerëzish, siç e parashikon ligji, sepse jeta e personave, jeta e qytetarëve është më e rëndësishme se çdo votë dhe se çdo pushtet që mund të kërkojnë partitë politike. Me lejoni t'ju them që është një akt qytetar, cilin e përshëndes edhe unë me shumë mirënjohje dhe respekt.
Të falenderoj. Kjo ishte sa për ta mbyllur tani, për sa i përket të dyja programeve elektoraleve të partive të treja, partive të vjetra po i quaj. Un kam përshtypjen që janë mësuar që të premtojnë shumë dhe mbase mos realizojnë asgjë. Po të shikosh ngjan pak me premtimet elektorale të Ramës në 2013 që praktikisht nuk është realizuar asgjë, por premtimet kanë qenë një histori që nuk e di, do bënte këdo ta votonte, po themi, në thonjza. Të njëjtën gjë po bën tani edhe Lulzim Basha, edhe Monika Kryemalli, njëkohësisht edhe Edi Rama. Kështu që problemi i programeve të tyre nuk është a janë të mira apo jo, se po ti dëgjosh janë shumë të mira. Edhe un po dal sot të them ta bëj rrogën sa sot Lulzim Basha 1000 euro, bëj 2000 euro, bëj 3000 euro. Sigurisht janë të mira për tu dëgjuar. Problemi është sa janë të realizueshme dhe un kam frikë se nuk janë të realizueshme. Shpjegimi i tyre se si do ta realizojnë të paktën pjesën ekonomike për mua le shumë për të dëshiruar. Ndërsa un po të them, po bëj të përmbledhje një pikë të rëndësishme të programit ton, sigurisht ne do dalim me një program të detajuar me pikë, të cilat do ta bëjmë prezente qoftë edhe për mediat, qoftë nëpërmjet postimeve tona, por sigurisht programi ynë dhe pika themelore me cilën ne edhe jemi ndërtuar si parti është ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri. Me këtë ne kuptojmë, dhe unë kam cituar disa herë qoftë tek ju, shkatrimin, prishjen, heqjen përfundimtare të fuqisë perandorake që kanë kryetarët e partive. Kryetarët e partive në këtë vend kanë një fuqi aq të madhe, sa që vetëm që përdorin ata në kurisë të qytetarëve shqiptar, kushdo qoftë që vjen kryeministër. Dhe kjo nuk është më histori emrash, kjo është histori parimesh dhe ligjes. Sepse ne duhet të ndryshojmë ligjin, duhet të ndryshojmë parimet, që ta mbrojmë çdo person që nesër mund të jetë në krye të këtij shteti, po themi nga degradimi, nga pasja një pushteti absolut, nga keqpërdorimi aty pushteti absolut. Dhe kjo është thelbi. Ndryshimi duhet të fillojë nga diku. Sigurisht që ndryshimi nuk është i thjeshtë, nuk është as një slogan që përdoret gjithmonë ndryshimi, por që ndryshimi të fillojë, për mua piknisën e ka datën 25. Dhe ndryshimi sigurisht që mund të realizohet vetëm brenda sistemit. Nuk ka ndryshim jashtë sistemit. Jashtë sistemit ti mund të përtasësh, mund të protestosh, mund të ngresh zërin, mund të kundërshtosh, por nuk të dëgjon kush. Për këtë arsye është e rëndësishme që të bëhesh pjesë e sistemit, pjesë e ndikueshme e sistemit, pjesë e fortë e sistemit për të filluar ndryshimin. Lidhur me përbërjen e listave që do të ketë bindja demokratike në këto zgjedhje, sigurisht besoj se mbështesni edhe apelin e ndërkombëtarëve që të ketë figura të pastra, pa inkriminuara dhe pa probleme me ligjin, zoti Përmeti. Nuk besoj se bindja demokratike ka vojtur ndonjëherë nga këto lista, madje përkundrazi nga këto individ ne gjithmonë i kemi sulmuar, i kemi cituar edhe me emra disa herë edhe unë në parlament, pavarësisht që një pjesë e tyre është larguar nga dekriminalizimi dhe përsëri i kemi cituar, i kemi kujtuar për të treguar tendencën dhe dëshirën që ka një kryetar partie për të sjellë këta emra në betejën politike ose jo, kështu që nuk besoj se ne kemi për të patur ose kemi patur ndonjëherë probleme me emrat. Keni ndonjë mendim të finalizuar sa i takon mënyrës se si do të shkoni në këto zgjedhje, do të jeni të vetëm në një listë apo do të shkoni bashkarisht me Topallin? Keni finalizuar diçka zyrtarisht? Unë besoj që ja vlen të presim edhe 2 ditë duke qenë se askush nuk ka finalizuar asgjë dhe të gjitha partitë, qofshin ato të vjetra që kanë një histori më të gjatë se ne nuk kanë arritur të mbyllin praktikisht asnjë marrëveshje, pak në ndjenin time, nuk e dinë do dalin me 2 lista, me një listë, kush do jetë në një listë, kush do jetë në një listë tjetër. Kështu që na lini edhe ne kohë që jemi pak më të rinj, po themi, që ti konsumojmë të gjitha orët deri në përfundim të afatit për të nxjerrë mbase një koalicion ose për të hyrë të vetëm në këtë betejë politike. Po momenti apo koha e është, le ta themi ndryshe, koha e dur apo momenti që të keni edhe pritshmëritë tuaja dhe projekcione sa i takon mandateve, se sa mund të jenë ato në këtë zgjedhje? Pa diskutim. Unë kam thënë dhe njërë përpara dhe unë i qëndroj asaj që kam thënë, nëse ne do jemi të vetëm në garë, ne do pretendojmë 10 mandate në tërë Shqipërinë, ndër të cilat 2 në qarkun Korç. Ku jeni dhe ju? Ku jam edhe unë dhe po e them për herë të parë këtë, sepse deri më sot nuk e kisha thënë, po ku do jem dhe unë dhe do kandidoj. Në Korç. Emrin tjetër mund ta zbulojmë se kush mund të jetë në Korç me ju? Do jenë 12 veta, do me thënë bashkë me mua bëhemi 12 zonja dhe zotërinj dhe besoj që duhet presin dhe disa ditë ose secili po them ka tagrin për ta zbuluar vetë emrin e tij. Jo, më që thatë 2 për Korçën edhe mendova se mos e kishit gjatë. Ne do tendojmë të marrim 2 mandate, por më lini të sqaroj diçka, meqense e prekem këtë pikë se e kam shumë të rëndësishme. Po. Duke thënë se ne pretendojmë 2 mandate. Unë e kam thënë dhe jo vetëm unë, po i gjithë bordi drejtues i Partisë Bindja Demokratike e ka thënë në çdo dalje. Ne do jemi e vetmja parti në betejën elektorale të cilët do konkurojnë me lista 100% të hapura.
që do të thotë nga i pari tek i 12-in në qarkun Korç, do kenë të gjithë mundësinë të jenë deputet. Kush merr një vot më shumë? Nëse ne marrim një mandat, kush merr më shumë vota hyn në parlament. Nëse marrim 2 mandate, 2 më të votuarit hyn në parlament. Kështu që nuk ka rëndësi kush do jetë i dyti ose i pari ose çfarë numri do ketë Andi në listë. Andi në listë mund të jetë i pari siç mund të jetë i 12-i. Lista do jenë të barabarta. Kandidatët do jenë të barabartë mes tyre dhe lista jonë do jetë 100% e hapur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse jemi e vetmja parti e cila po konkuron me lista 100% të hapura. Çdo parti ka zbatuar sistemin e partive të vjetra, duke i lënë lista të bllokuara dhe duke nxjerrë një kandidat të parë ose të dytë. Për ne nuk ka rëndësi numri fare në listë. Ne do jemi të gjithë të barabartë, kush do votohet nga qytetarët, kë do zgjedhin qytetarët, ai do t'i përfaqësojë ata në parlament. Jo kë do vendosim ne në Tiranë ose kë do vendos kryetari i bordit të bindjes demokratike. Dhe ky është një parim. Fakti që pretendoni dhe ndryshimin e sistemeve është shumë e kuptueshme kjo. Lidhet logjikshëm. Ndërkohë, zoti Përmeti nuk po përmend zotin Edmond Spaho, që është drejtuesi politik i Partisë Demokratike apo atë të Partisë Socialiste Peleshi, por zoti Brahim Llari nga Lëvizja Socialiste për Integrim kam patur një intervistë me atë vetëm pak ditë më parë, është shprehur se LSI aty fiton 4 mandate në Korç. Me sa duket të gjitha partitë kanë thënë nga një numër, unë nuk dua ta gjykoj. Të marrin sa të marrin, thjesht në fund të ditës mos dalin llogaritë 70 mandate në një qark që janë vetëm 11 mandate. Po gjithsesi, unë nuk bëj dot llogaritë e palëve të tjera, do ishte e padrejtë, sepse nuk e njoh as fushatën, as terrenin për ta, sa njerëz kanë, qoftë për zotin Brahim Llari, qoftë për zotin Spaho, për zotin Peleshi. Unë mund të bëj llogaritë, po themi të partisë time dhe pretendimet e partisë time. Të partisë të tjera nuk i bëj dot llogaritë. Secili ka llogaritë e tij. Do jenë qytetarët në fund që do vendosin në do ecin. Patjetër, po. Mendova që mund të kishit një koment në lidhje me këtë, po. Jo, nuk kam asnjë koment. Koment kam që nëse qytetarët janë të kënaqur me formacionin dhe me partinë e LSI-s dhe si ka bashkëqeverisur ajo ndër vite, dhe këtë nuk e kam vetëm për LSI-n, po dhe për PD-n dhe për PS, i japin 70 mandate në çdo qark. Nëse nuk janë të kënaqur dhe duan një ndryshim rrënjësor të sistemit për ta nisur nga diku, besoj që nuk do t'i votojnë, por kjo ngelet për të parë. Qartë, Basha kryeministër apo Rama mandat të tretë, e fundit fare kjo? Mbase asnjëri, apo kjo është gjithmonë jashtë. Bukur, mund të jetë një përgjigje shumë diplomatike te kjo tjetra. Kush për shembull, nëse jo njëri nga të dy? Në doni të jap një përgjigje me naivitet, me dëshirën e mirë, është një përgjigje shprese. Mbase mund të jetë secili prej tyre, por për mua është një përgjigje shprese. Shpresoj mos jetë asnjë nga ta. Por, kush? S'ka rëndësi kush. Të jetë dikush që po themi o është më pak i provuar, o nuk është i provuar, ose i jep një shpresë dhe një shtys të re këtij vendi. Sigurisht, këtë do ta vendos qytetari me votë, mund ta vendos unë nga ekrani, por unë do shpresoja vërtet, nuk besoj që Rama ka më të jap këtij vendi në 20 vite që ka qenë në drejtim të tij. 8 vite kryeministër, 11 vite në mos gaboj kryetar bashkie, një 5 vjet ministër kulture, të njëjtën gjë nuk besoj se Lulzim Basha mund të japë më këtij vendi. Ka qenë një 6 vjet ministër, 4 vjet kryetar bashkie dhe më pas mbi të gjitha ka qenë 8 vjet drejtuesi i opozitës që e ka parë e gjithë Shqipëria se çfarë i ka bërë opozitës dhe një pasuri kombëtare të shqiptarëve siç është Partia Demokratike. Nëse mendon dikush që o ndryshimit, o rotacioni, pa ndryshuar dhe pa prekur ligjet dhe parimet, sjell diçka të mirë për këtë vend, sigurisht do votoj. Unë nuk e besoj që është. Unë besoj që rotacioni në këtë rast nuk sjell asgjë të mirë dhe kur them rotacioni nuk sjell asgjë të mirë, nuk them që duhet të ri Rama. Për mua duhet gjenden mekanizma detyrues për ta ndryshuar rrënjësisht politikën shqiptare. Dhe duke filluar, duke larguar të gjithë individët që e kanë jo provuar, por stër provuar vetet. Është eksperimenti Einsteinit që thotë është budallëk që ti të bësh të njëjtin eksperiment 100 herë sepse rezultati do të dalë i njëjtë. Kështu që kush pretendon që Rama po pret mandatin e tretë për të bërë një gjë ndryshe nga 2 mandatet e para, ose Basha po pret mandatin e parë për të qeverisur ndryshe nga çka drejtuar PD, më fal për fjalën, po i bie që nuk logjikon drejt. Ndërkohë, zoti Përmenti, aleancë pasjedhore me njërin apo tjetrin apo as mendohet, nuk ka shanse? Jo, kjo s'ka rëndësi, kjo duhet parë gjithmonë, e para janë dy pika themelore që të shtyjnë drejt kësaj lloji aleance, pas zgjedhore flas. Para zgjedhore nuk ka shans. Kemi deklaruar që në fillim. E para njerëz çfarë do vendos populli? Sa mbështetje do na jap, sa besim do na jap, dhe e dyta është a do pranojmë kushtet tona për të filluar një ndryshim rrënjësor të sistemit politik, po themi të kushtetues, palët ose jo. Sepse thelbi kusht është
që ti brenda sistemit të diktosh prioritetet, po themi, që ti ke, ose që ti ke premtuar elektoratit tënd. Nëse ti nuk dikton prioritetet, pastaj sigurisht s'ka më kuptim as lloj alance. Mirë, faleminderit shumë zoti Përmeti për bisedën që zhvilluam nëpërmjet Skype-it. Herën tjetër ju pres në studio. Ma premtuat këtë? Sigurisht, është kënaqësi. Faleminderit shumë. Punëmbar dhe Mirarshi. Ishim me zotin Andi Përmeti, deputeti i opozitës në Parlamentin e Shqipërisë.